Banka e Shqipërisë ka thelluar ndërhyrjet në tregun e brendshëm valutor gjatë vitit 2025, e cila ka rezultuar në një nivel rekord në blerjen e valutës. Sipas të dhënave zyrtare, institucioni ka blerë në total 1 miliard e 27 milion euro, një rritje prej rreth 10% në krahasim me vitin 2024, duke konfirmuar një prirje të qëndrueshme ndërhyrjesh në funksion të stabilitetit makroekonomik. Këto ndërhyrje janë orientuar drejt dy objektivave kryesore: rritjes së rezervës valutore të vendit dhe frenimit të mbiçmimit të lekut, i cili gjatë viteve të fundit ka qenë në presion të vazhdueshëm forcimi. Nga totali blerjeve, 297,9 milion euro janë realizuar përmes ankandeve të planifikuar, të destinuara për forcimin e rezervave, ndërsa 729,1 milion euro janë injektuar drejt për drejt në treg, si pjesë e strategjisë për të stabilizuar kursin e këmbimit euro-lek. Këto ndërhyrje të drejt për drejta rezultojnë në rritje, krahasuar me një vit më parë. Muaji korrik shënoi edhe kulmin e aktivitetit, me 236 milion euro të blera, një nivel i lartë që lidhet kryesisht me flukset sezonale të valutës gjatë periudhës së verës, kur hyrjet nga turizmi dhe remitancat rriten ndjeshëm. Zhvillimet në tregun valutor gjatë vitit 2025 tregojnë për një rol gjithnjë më aktiv të Bankës së Shqipërisë në menaxhimin e kursit të këmbimit, duke ndërhyrë në momente kyçe për të shmangur luhatjet e forta dhe për të garantuar stabilitet financiar. Për vitin 2026, Banka e Shqipërisë ka parashikuar një program prej 26 ankandesh për blerje valute, me një vlerë totale që pritet të variojë nga 330 deri në 450 milion euro. Edhe për këtë vit, fokusi pritet të jetë tek sezoni veror, me synimin për të përballuar presionet sezonale në kursin e këmbimit dhe për të vijuar konsolidimin e rezervës valutore.